Mirë se vjen. Përshëndetje, mirësevgjej. Deni dashur, mund ta çosh të pranë komisionit dhe do doja të pyesja vajzat e promocionin. Eja këtu pranë meje. E mbani mend fituesen apo jo? Kam qenë. Jo. Jo. Po prit. Po ti? Jo. Në fakt, fituesa është bashkëshortja Anisës. Po. Dhe ka një histori shumë të bukur, nëse më lejon të të fusë edhe kraun. Patjetër. Bashkëshortja Anisës përplas makinën një ditë. E vërtet? Atë ditë në mëngjes? Ishte gjithë nerva. Dhe papritmas janë dy vajzat e promocionit, të cilat i thonë, dëshiron të blesh një bilet? Dhe ai thotë, unë kam përplas makinën, ju më thoni do blesh bilet dhe telebingos. A ke përplas makinën? Po. Po mund të bjerë telebingo dhe ti me këto para mund të rregullosh dhe makinën. Po më lini tani rehat. Dhe gocat i thonë, shiko po, provoj e fatin. Dhe në fakt bashkëshorti yt që quhet Albi, nuk kishte bler kurrë bilet në jetën e tij. E vërtet. Asnjëherë. Dhe për të kaluar një moment hajt sa për të haruar hallin e makinës, po e marr këtë biletën dhe i bie telebingo. Dhe ai që nuk ka luajtur asnjëherë, prandaj provoni se nuk i dihet, sot fiton 925.000 lekë të reja. Faleminderit shumë.